rikthyer sërish në studio, Entela, në lidhje me faktorët e jashtëm, mjedisi për shembull, a mund të renditet edhe ai tek ata faktorë të cilët në një farë mënyrë influencojnë rënien e flokëve, në dëmtimin e tyre dhe më pas në rënien? Po, njihet ndikimi i agjentëve të jashtëm atmosferik në rënien e flokëve, njihet mjaft mirë periudha e verës, dielli. Dielli është një nga faktorët më dëmtues të lëkurës kokëve dhe të flokëve. Uji pishinave, për shembull, klori që gjendet në ujin e pishinave, ose uji kripur i detit. Edhe uji kripur i detit. Edhe uji kripur i detit. Po ta vini re mbas plazhit, në përgjithësi nëpër kabinetet e dermatologjisë, jo vetëm këtu në Shqipëri, por kudo në botë ka një bum të madh pacientesh, sepse ka shumë paciente që ankojnë pikërisht për rënje të flokëve në këtë kohë. Pikërisht në periudhën që mbaron rrezatimi diellor nga shtatori nga tetori. Nuk është se është një rënje normale, është një rënje fiziologjike e përshpajtuar pikërisht nga ndikimi i rrezeve të diellit dhe nga ndikimi i agjentëve atmosferik që ka pësuar lëkurat dhe floku jonë gjatë periudhës së verës. Mendoni sa larje të shpeshta që bëhen në verë, mendoni sa herë lash në pishinë, sa ka ndikuar ai klori i pishinës në lëkurën e kokës edhe në flokë. Rekomandohet në tilla raste që në pishinë me siguri të përdoret kapuçi apo jo, që është enkas për këtë punë. Rekomandohet shamia për të mbrojtur flokun gjatë gjithë periudhës së plazhit, shamia apo kapelja. Rekomandohet përdorimi i maskave hidratante dhe përdorimi i kremrave hidratante për flokun gjatë gjithë periudhës së verës, në mënyrë që floku të mos thahet më tepër nga dielli, por vazhdimisht të jetë i ushqyeshëm. Dhe gjithashtu rekomandohet edhe shplarja me dush me ujë të ftohtë sapo del nga uji kripur i detit, menjëherë për të eliminuar sasinë e tepërt të kripës nga organizmi, nga trupi, për të eliminuar të kripën pra që të mos ndikojë në tharjen e. Me që jemi këtu, po nuk e di se sa mund të përfshihet ndoshta në këtë kategori, po gjithsesi, smundjet e ndryshme të lëkurës, një patologji tjetër le të themi, por që fare mirë është për të diferencuar. Prandaj thashun që momentin e parë që në momentin që ne ankojmë për një rënje floku, gjëja e parë do shkojmë tek mjeku për të vizituar dhe është ai që do i diferencoj. Është një rënje normale apo është një rënje shkaktuar nga një smundje lëkurës kokës. Dhe këtë e vërteton menjëherë, mjafton një ekzaminim i thjeshtë i lëkurës kokës dhe ka shumë patologji, si për shembull unë përmend me emra mjekësor, psoriazi i kokës, dermatitis seboroik, apo myku i lëkurës së kokës që vjet shpesh herë tek fëmijët e vegjël, sepse ka shumë fëmijë të vegjël që ankojnë për rënje flokësh ose prindrit ankojnë që bie floku në formë vatrash, dhe nuk e lidhin me asnjë lloj gjëje. Dhe në fakt, në vizitën që bëjnë ke dermatologu vërej që është një lloj myku i lëkurës, që në përgjithësi merret nga transmetohet nga kafshët ose nga kontakti i fëmijëve njëri me tjetrin, që ka shkaktuar këtë rënje floku. Por që kurohet, domethënë, në momentin që ti kuron smundjen, në momentin që ti ekzaminohesh, bën ekzaminim për myk dhe del që është një trikofiti e kokës dhe ti fillon mjekimin, atëherë është totalisht i mjekueshëm dhe i kurueshëm dhe floku kthehet në periudhën në gjendje siç ishte normale. Pra mjafton një informacion i mirë, mjafton të dish se ku të drejtohesh dhe personi mjeku apo personi që ti merr këshillën, që ndonjëherë mund të jetë edhe një estetist, sepse vërmër edhe kur shkojmë te parukeri, shpesh herë është ai që e shikon dhe thotë që shiko, ke shumë zbokth në kokë, ose lëkura jote e kokës ka zënë si cipa të bardha. Dhe ti për një herë ke informacion e dur për të drejtuar, oke mjeku ose ke estetiste dhe për të marrë këshillën apo mjekimin që të duhet. Po, doktoresh Entela, stresi gjithandej del, sa herë që flasim për çfarë do të shqetësimi, çfarë do të problemi, smundje madje, stresi nxjerr gjithmonë kokën, me sa duket është diagnoza më e përhapur, diagnoza më e padiagnostikuar. Më e padiagnostikuar, saktë. Në rastin e rënjes së flokëve, si influencon stresi? Bëhet fjalë për një stres të gjatë, domethënë bëhet fjalë për një periudhë të gjatë stresore, nuk bëhet fjalë për një stres akut, dhe ti mbasi stresi akut ke për një herë një rënje flokësh. Bëhet fjalë për një smundje të gjatë, për një stres emocional të gjatë, për një shqetësim në familje i cili ka dashur kohën e vet, dhe sigurisht që ky lloj stresi si gjithandej ndikon edhe në rënjen e flokëve. Po, nuk bëhet fjalë për një stres, për një problem, një shqetësim që ti kishe sot dhe nesër vëre rënjen e flokëve. Është një gjë e akumuluar me kalimin e kohës që ndikon tek rënja e flokëve. E pikërisht në fakt në këtë moment, për sa i përket stresit, mënyrës se si ai influencon në rënjen e flokëve, ne kemi përgatitur një tjetër insert, i cili në një farë mënyrë na këshillon ose na jep alternativat e mundshme me të cilat të luftojmë stresin, në mënyrë që të luftojmë nga ana tjetër edhe rënjen e flokëve. Pra cilat janë ato ushtrime dhe cilat janë mënyrat më të mira me të cilat mund të luftojmë rënjen e flokëve për sa i përket lëvizjeve fizike, uштrimeve fizike që ne mund bëjmë. Është një material shumë interesant, ndiqeni dhe kthehemi në studio.
Ushtrimet për flok të shëndetshëm. Yoga është një mënyrë e shkëlqyer për shëndetin në përgjithësi dhe për shëndetin e flokëve në veçanti. Yoga lehtëson stresin dhe rrit qarkullimin e energjisë dhe të gjakut në përgjithë trupin ton. Kryesisht, ushtrimet me lëvizje të kokës dhe supeve janë veçanërisht të mira, sepse ato rrisin qarkullimin e gjakut në kokë, gjë e cila stimulon rritjen e flokëve të shëndetshëm. Masazhimi i skalpit është gjithashtu shumë i mirë. Ka disa pika që shtypen në kokë, që i korespondojnë të gjitha organeve të trupit. Kështu që një masazh i mirë koke mund të çlirojë tensionin dhe stresin në përgjithë trupin. Përpara se t'i lani flokët, rekomandohet që t'i krihni mirë ato me një krëhër furçe, duke stimuluar kështu skalpin e kokës, ndërkohë që krihni flokët. Kjo stimulon rritjen e flokëve dhe aktivizon vajrat natyral në skalp që zbusin flokët. Pra shumë interesante, yoga, e cila në fakt stimulon shumë qarkullimin e gjakut, bën mirë, nga ana tjetër furnizon mirë edhe rrënjët e flokëve në mënyrë që ato triten të shëndetshëm. Po kështu edhe masazhi i skalpit të kokës ishte shumë i mirë, ëh? Masazhi i skalpit të kokës është shumë i mirë dhe për parandalimin e rrënjes së flokëve, sepse në një farë mënyrë, po ta shikosh edhe preparatet që ne japim shpesh herë në rastin e alopecive, janë preparate që stimulojnë pikërisht nxehjen e lëkurës kokës edhe rritimin e lëkurës kokës. Dhe masazhi është një nga mjetet më të mira për të shkaktuar këtë lloj efekti. Pikërisht duke bërë masazh, duke stimuluar rrënjën e flokut, duke shtuar qarkullimin limfatik, duke shtuar qarkullimin e gjakut në atë pjesë, në farë mënyrë ndihmon edhe folikulin e flokut që të zhvillohet edhe dali më tepër fije e flokut. Bukur. Ne deri tani ishim duke folur pra për rrënjen e përkohshme të flokëve, pak a shumë prekëm ato rastet kur faktorë të ndryshëm influencojnë në mënyrë sezonale të përkohshme rrënjen e flokëve tanë. Dhe pikërisht me që jemi këtu, lajmi për ta konkluduar, le të themi mirë këtë bisedë, është që zgjidhje ka, në momentin që konstatohet problemi, diagnostikohet sakt nga dermatologu, marri masat dhe gjendja mund të rikthehet fare mirë në normalitet, ashtu siç ishte në fillim. Kurse rasti më i keq në tilla raste është të paktën ta stopojmë atë dhe të mbetet aty ku është, apo jo. Me që jemi këtu edhe një herë, unë do doja të sillim në fakt një tjetër insert, i cili le të themi e plotson të panoramën e bisedës sonë, sepse bëhet fjalë tani për ata që i kanë flokët e hollë. Ndoshta gjë që mund të jetë shkaktuar si nga një rrënje më parshme e flokëve, por edhe në përgjithësi, kush i ka fijet e flokëve të holla, janë genetik për pasur flokë të hollë. Është pikërisht Klodi, parukierja jonë, e cila vazhdimisht na sjell propozime të ndryshme me modele të ndryshme flokësh, po këtë radhë ajo na shpjegon se si duhen prer flokët, cili është modeli më i përshtatshëm për të gjitha ato vajza dhe gratë të cilat i kanë flokët e tyre të hollë, kanë fijen e flokut shumë të hollë dhe në përgjithësi e vuajnë modelin e flokëve të tyre, sepse ndjehen jo shumë mirë me idenë e të treguarit të pak flokëve. Ndërkohë që një prerje me kujdes e flokëve dhe një krehje e përshtatshme për këtë natyrë flokësh e ndryshon tërësisht atmosferën dhe ndryshon tërësisht lukun ton. Ndjekim insertin dhe kthehemi në studio. Përshëndetje Rudina, ja ku takuam përsëri. Sot do të flasim për flokët e imët, si ti trajtojmë flokët e imët në prerje apo në krefje. Në një flokë të gjatë që është i imët, të rekomandoj gjithmonë që floku të jetë i shkallëzuar, që të marrë sa më shumë volum dhe të pritet çdo një muaj apo një muaj e gjysmë që të ruajë atë volumin e vet. Rekomandojmë një gjatësi deri tek supi. Një sekret tjetër për flokët e imët është mënyra e të krehurit. Kemi një model, një flok kare të shkallëzuar, demonstrojmë një krefje në flok pak të fryrë me kutina që të marrë sa më shumë volum dhe të duket një flok i plotë. Gjithmonë në një flok të imët duhet përdorim produkte që japin gjithmonë volum, një shkum në rënjë. Dhe një produkt për pjesën e jashtme të flokëve, dhe një solucion që është për krefje, për mbajtjen përsëri të volumit të flokëve. Fillojmë direkt me vënien e bekutinave që të marrë sa më shumë volum.
not believe your eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep, 'cause they fill the open air and leave. Përfunduar procesin e krefjes me vënien e mbekutinave, do t'i lëm zakonisht 5 minuta që të marrin të jenë sa më shumë të fiksuara, të marrin sa më shumë volum dhe fillojmë me heqjen e mbekutinave. Gjithmonë i heqim mbekutinat duke i mbajtur flokët me dorë me qëllim që mos të na elektrizohen, sepse vetia e flokëve të imët është gjithmonë që elektrizohen pas krefjes. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try. Ja ku arritëm qëllimin, përfunduam dhe krefjen në një flok të imët, duke i dhënë volumin e duhur. A sock hop beneath my bed, a disco ball that's just hanging by a thread.